Pak më herët, para disa vite nëse s'gaboj, në një prononcim për Panorama Pikal ke thonë që ka shumë kosovar që mund të ketë fjet, për shembull ka kosovar që mund të ketë fjet me serb, ose ka edhe serb që mund të ketë fjet me kosovar, apo është kështu? Ka shqiptar që mund të ketë fjet me serb, por ka edhe anasjelltas. Unë besoj që ka edhe sot. Po. Edhe sot. Ose di është teza jote. Po jo, është sigurt që ka pse. Ti e përjashton që sot mund të ketë se kosovar. besoj po thell jo, deshta më dal këtu te pyetja. Thell në zanafillën tonë, a mund të jesh për shembull njëri prej tyre ti? Njëri prej produkti i një lidhje serbo-shqiptare. Po. Ndoshta. Unë nuk e njoh, si thuash, Zanafillën. pemën gjenealogjike të familjes time deri thellë. Unë e njoh deri para 150 vitesh. Po. Ose për shembull teza tjetër që është ngrej shpesh herë, nuk e di a ke pas rast me dëgju për shembull që flitet që presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić mund të jetë shqiptar, mund të jetë djali i Fari Musliut, gazetarit nga Prishtina, që një kohë ka punuar në Beograd. Po këtë nuk e di pra se këtu do duhet të spekulojmë. Nuk e di. Ka ngjashmëri Po shumë, fizike? po shumë. Po Musliu çfarë thot vet? Musliu thotë që ka punuar diku në Beograd dhe ka qenë. Vetëm kaq dihet. Ja. Nuk mjafton vetëm kaq. Tani teza jote ndërton atë tjetrën. Ngjashmëria fizike, nëse unë Musliu nuk e kam qartë tani. Fari Musliu fizikisht. ata tregoj? Po. As ngjashmëria fizike nuk mjafton, ha? Është e nevojshme për të bërë diskutim të tillë, por nuk është e mjaftueshme. Okej, ka ngjashmëri, po nuk e di, Po është mirë sikur të jetë, për shembull se bisedimet Kosovë-Serbi do të zhvilloheshin në një rang tjetër bisedime, jo në këtë formë. Zotëri, raca më fanatike në botë janë ata që konvertohen, apo ata që ndrojnë kampin, frontin. Flavien Shumpali, që ishte një nga persekutorët e pasuesve të Krishtit, kur ishte on the road to Damascus, ai pa dhe ndriçimi i doli Jezu Krishti në rrugë, e u konvertua dhe ai kaloi në skajin tjetër, nga persekutorit krishterëve u bë shpiksi i krishterimit. Kështu që kam parë këtë tenistin e madh serb, Djokovic, po. Djokovic. Me shumë gjase dhe ai është shqiptar, unë nisem nga mjemrit te ai. Po dhe ti parat i kemi të përbashkëta, do serb, që janë Ballkan, grek, shqiptar. Po nuk e përjashtoj mundësinë që mund të ketë qenë edhe Aleksandar Vučić shqiptar. Po nuk e përjashtoj, po vetëm se mbi emrin nuk më thotë gjë. Vučić nuk ka një strukturë shqipe. Po në ndryshim nga Djokovic, Djokovic ka strukturë shqipe. Po ndoshta mund ta ketë drumbi emrin. Okej. Por nuk pash një ngjashmëri impresionante. Po i kanë dëmton me syza me kështu kur ti vendosin syzet kohë përngjoj. Okej, ndoshta i duhet pa dhe nona ti Vučićit, ç'a pamje ka. Do valla edhe nonën, a? Por edhe nëse është shqiptar, ai në rrethanën që sot, ai mund të jetë anti-shqiptari më i madh, sepse thash edhe një herë, këta që konvertohen dhe kalojnë në frontin tjetër, këta qoftë edhe për një kompleks faj, qoftë edhe për një kompleks të krijuar për faktin që ata shohin opinionin i shef ndryshe, nuk i beson. Ata duan të japin prova. Për shembull, po vëshëret Berishën, Berisha her pas here, kupton, lëshon kështu, bën në mënyrë histerike sulmon serbët. Ai ka kompleksin e gruas serbe që ka vet. Ktu nuk e qorton asnjëri në Shqipëri për këtë gjë. Pa i kanë përshtypjen që e vuan. Se ka serbe grua. Grua ka me origjinë serbe. Është normale. Ja se ti po ne publisim për ata që flen me serbe. Ja ku keni provën. Berisha ka gjithjetë një flemë serbe, ai s'ka flet me gra tjera, vetëm me një gru ka flet ai. E tmerrshme është, vetëm me një gru. Ka gjithjetë vetëm me një gru. Por njerëz nga Kosova që ende janë skeptik që për shembull